edhe shkrimin që e kishte bërë sot. Edhe mbi gjitha prova, apo thu prej ka 30 vite që kemi lojtarë që i kanë shërby kombëtarët shqiptare. Pse asnjëri prej tyre nuk është trajtuar me qenë një trajner? Historikisht me i thonë edhe Alini në vitin 20 ka luajtur Zërza, Kryeziu. Ta përfundoj, Bylbyl se ti e din më mirë. Ma shumë se 30 vite. Si nuk ndodhi një herë një lojtar i Kosovës ftohet në një pozitë në FSHF, tjetë ndihmës trajner ose trajner në një grup mosh, po gjitha lojtarët merren vetëm. Nuk është adekuat në shërbimi i lojtarëve ndaj kombëtarës mos vlerësohet. Ata e shohin që ti po shërbimi i lojtarëve kvalitet. Domethënë, këta të vlerësohen si mercenare, ka kualitetin e trajnerëve që mendon që mundet me arrit pozicionin që këta janë si mercenarë me u imponu atje me. Këta janë sipas te mercenarë të mirë. Apo, këta janë mercenarë të mirë. Lojtarët e Kosovës. Nuk është ashtu. Për lojë. Pse nuk ka pas meritokraci? Vendimi i tyre. Pse shtu Besnik Krasi? Pse shtu Besnik Krasi 2 orë është majtë në telefon për ndeshjen miqësore që ka qenë në Ankara me Arabinë Saudite. Driton, vazhdo qëra për nëse po vendosim parametrat bashkëpunimit, ajo duhet me qenë trashëgimi. Emanuel, Driton, pse nuk e raporton, pse nuk e thot kryetari i federatës? Është çështje personale, ti nuk du me hyrë atë. Unë di se sipas informatorëve të mia, kjo është çështje që ka bërë. Shumë personale. Deklarat nuk e kemi të kryetarit të federatës së çështjes. Sipas informatorëve të mia, e di që kanë dërguar shkresa. Federata Shqiptare. Kërkush nuk din ka pas komunikim se ky filan rasti, ndërsa në informate pa konfirmuar, dosja e fundit para 2 ditë është dërguar edhe në FIFA për këto raste. Është dërguar në FIFA me gjitha rastet e grumbulluara. Nuk mund është lojtarin e Kosovës me marrë ti më regjistru atje në Lushnje, si një dikush i Lushnjes, pa identitet, pas një trashëgimi, pas një ndërlidhje me shtetin shqiptar, as në të kalumë, përveç atyre që kanë. Driton, prej Brazilit e kanë marrë në Kroaci. Unë e kam problemin të fenomeni. Ata që kanë ndërlidhje me Shqipërinë, edhe këta që kanë vërtet vullnetar, nuk janë të kyçën te Kosova. Sqarojmë, nuk janë të kyçën. Ose për momentin nuk ftohen, nuk selektohen, nuk janë për zgjedh, nuk janë grumbullim, nuk është kapiten. Gjithë normalisht është le të ketë çështje ti marrin. Po të merr ty lojtarin me ta dobësu ekipin. Me ta dëmtu imazhin e kombëtarit. Me ta dëmtu për federatën. Merr me ta dobësu. Nëse ta merr kapitenin ti dobëson ajo, dobëson. Nuk janë grup me ta, nuk zhvillon gara me dobësu. Ti mendoj se na prodhojmë me qindra lojtarë çka? Na prodhojmë me qindra lojtarë? Në mendje krijojmë një lojtar sigurisht. Kemi të sinqerta. O Driton, dëgjon, edhe një. Shqipëria pse nuk krijon lojtar? Kampionati shqiptar. Kjo është çështje për pyetje për ata, jo për mua. Jo, është të trajtojmë problemin tonë si, sepse marrin të gatshëm produktin prej Kosovës. Pse mu lull ata? Nëse kur tha është regjistruar në Lushnje, s'është regjistruar në Lushnje, në fakt kjo me çështje procedurale nëse i referohem Emanuel dhe Bylbyl, një president i një vendi, varësisht me çfarë kushtetuti ka drejt për shembull për merita edhe për interes kombëtar të jep shtetësinë edhe një. Po kjo është nder që i bëhet. Nga Zimbabwe. Mund t'ja jep edhe atij, thotë ti je në interes se ke pasaportën, mund të luash. Se ka luajtur shumë kush